Dhe ja ku jemi në mamë, por përpara se të fillojmë me personazhin e radhës, dua t'ju tregoj që sot kemi një rast suksesi sa i përket IVF-it. Anida është një grua e cila e ka tentuar IVF-in në Shqipëri shumë vite më përpara, arriti të kishte sukses me të parën, ka tentuar herë të tjera dhe nuk e ka dalë dot, derisa një ditë vendosi që të zgjidhte klinikën Baçeçi në Turqi për të arritur atë embrionin e artë që do të sillte në jetë vajzën e dytë. Sa i përket klinikës Baçeçi, është një ndër 3 klinikat më me ret suksesin në botë që zgjedhin të gjithë. Mbi 130.000 janë fëmijët lindur nga procedurat e IVF-it në këtë klinikë. Mi 40 doktorë që merren me secilin prej rasteve që shkojnë në klinikë. Kanë laboratorit më të mirë dhe certifikuar me shre. Dhe gjithashtu në të gjitha procedurat që ju mund të ndiqni në klinikën Baçeçi në momentin që vendosit nisni një IVF, atëherë çdo gjë është e përfshirë. Në kosto njësoj si Shqipëria, por me rejtë suksesi shumë më të larta, edhe me AMH shumë të ullët. Nuk janë rasti që pas të moshës 42 vjeç të zgjedhin donator sa i përket vezëve apo embrionëve. Jo, Baçeçi ka arritur të ketë sukses me vetë vezët apo embrionët të prindërve që kanë zgjedhur këtë klinikë. Kemi shumë për të folur dhe këtë rast do na e sjelli Anida për suksesin në Baçeçi, por gjithashtu të gjithë procedurën që ka ndjekur duke shkuar në Turqi, të gjithë ditët që ka kaluar atje, shpenzimet apo procedurat si ka ndjekur për t'ju dhënë një panoramë më të qartë të asaj që ju mund të doni të provoni në këtë klinikë. Por përpara se, një falënderim special shkon për Lajthisën dhe Dino Rios që mbështesin këtë program javë pas jave, dhe ju të dashur miq që na ndiqni, ju lutem bëni subscribe në kanalin tim për të ndjekur çdo video që ne publikojmë në mam. Detyra ishte që të shkruanim me të madhe dëshirën më të madhe që kishim brenda vetes. Motra, ne e dim shumë mirë se çfarë të mungon ty. Është ajo ëndra jote që ti dëshiron, motrën, mos ta lësh, vajzën mos ta lësh pa një motër ose pa një vëlla qoftë. Aty nuk mendova 2 herë Orinda, kam mbyllur telefonatën dhe kam marrë bllokun. Kam shkruar dëshirën time të madhe, e cila ishte detyrë të shkruaj me 100 herë në ditë, dhe unë nuk u lodha asnjë ditë për këtë. Që nuk bëjmë fjalë vetëm për mëmsin, por kanë të bëjmë me besimin, pas një zhgënjimi pse jo, por e rëndësishme është që të kesh besim, të ecësh përpara, pozitivitet, njëkohësisht, për të gjetur vendin e dur edhe pas një zhgënjimi, dhe për këtë un kam për të folur sot mami Anidën. Faleminderit që sot në mam. Në herën e parë kur ne u takuam bashk, mund të them që jenë një ndër personat që unë kam marrë më shumë pozitivitet. Dhe kjo reflektohet tek ti, reflektohet te mënyra jote jetesës, edhe te ajo çfarë ke marrë ti gjatë gjithë jetës, edhe si dhuratë, apo jo? Po, patjetër. Orinda, të falenderoj shumë për ftesën. Është një kënaqësi e madhe që jam këtu sot, por gjithashtu falenderoj të madhin Zot. Më ka bërë dhuratat më të bukura dhe unë sot gëzoj statusin nan. Dhe ku ka më bukur një mami te Orinda. E di, një mami të mam. Po, fix. Të mam, edhe është mami për herë të dytë në fakt, por për herë të dytë nëpërmjet procedurës së IVF-it. Megjithatë, përpara se të shkojmë në procedurën e parë që ti ke pasur, ku nisën dhe si nisën vështirësitë tua për të bërë nën? Anit? Atëherë, isha thjesht 24 vjeç. Një rezultat analize ndryshoi komplet rrjedhën e jetës tonë. Ishim fare të rinj, por duke qenë e profesionit, mendova që unë do të jem ajo që do t'ja dalë dhe nuk ka kohë për të humbur. Edhe kështu ndodhi. Trokita në dyert e një klinike në Tiranë,
Aty fillova të krijoja besimin, por jo me këtë besimin që jam sot, që unë do të bëhem nën, edhe pse jo. Nisi diçka krejt natyrshëm, ju nënshtruam IVF-it sepse ishte e pamundur që të kishim një shtatzani natyrale. Natyrale. Hapas hapi, pa vështirësi të mëdhaja. Kishte bëjë me amëhën tënde, apo kishte të bëjë me problematika të tjera? Kishte problematika të tjera, jo, nga ana e bashkëshortit, domethënë. Okej. Dhe aty nuk ishim zgjidhje tjetër, thjesht ishte një kohë e humbur, sepse ky ishte rezultati dhe na duhej të nënshtroheshim këtij trajtimi. Dhe filluat procedura duke bërë analizat e duhura dhe më pas për të vijuar, le të themi, një IVF për ta programuar në kohë, për gjetur kohën e duhur, pra I bie para sa viteve tani? Tani para 14 viteve. 14 vite më përpara. Po, ka qenë tentativa jote e parë. E parë, po. E ka qenë e suksesshme? Po, ka qenë e suksesshme. Fal Zotit ka qenë e suksesshme. Si e kujton aso kohë, ato le themi trajtimet e para, se 14 vjet besoj që edhe në ditët e sotme ka ndryshuar shumë gjëra. Kështu që si e kujton ti? Unë sot atë gjë e kujtoj sikur të kisha qenë në gjumë ndoshta. Sepse isha fare e pa informuar, ishte diçka e re, ndoshta mund të quaj edhe tabu. Dikur edhe tani. Po, edhe tani mezi kanë filluar njerëzit të kuptojnë dhe të besojnë. Ndaj dhe jemi këtu sot që ta heqim këtë tabu. Të mos kemi më gjëra të fshehta kur realiteti është ndryshe. Pse jo? Atëherë ju nënshtruam, domethënë trajtimit, gjithçka po shkonte shumë mirë, ndonjëherë nga mosdia mendoj që është edhe më mirë sepse ti nuk di çfarë të pret. Edhe thjesht nënshtrohesh dhe kaq. Unë atëherë e mbaj mend tani në këtë këndvështrim. Thjesht nuk dija dhe kaq. Filluat stimulimin, sa veza arritët që të mblidhni dhe më pas embrion? Si e kujton? Ne filluam stimulimin, fatmirësisht kishim diku te 10 apo 12 vezë, u krijuan 6 embrione dhe 2 ndër to ne I transferuam. Por Zoti deshi edhe na fali një vajzë. Një vajzë, pra nga mbeter shtatzën. Po, mbeter shtatzën pas këtij të tjerat embrion, besoj mbajtën në ngrirje aso kohë. Po, I ruajtën që ti ruaje. Dhe filloi e shtatzani, po este mirë. Po, gjithçka ishte për mrekulli, çdo gjë po shkonte shumë mirë, shtatzania, që në momentin që un kam ngelur shtatzan, mendoj se aty mbaruan edhe të gjitha sikletet e IVF-it, që sigurisht nuk ishte fare e lehtë sepse çdo gjë kishte të vetën, hormonet, ndryshimi, por ndikuan, por mendoj që e kalova me sukses. Ke pasur të përzjera gjatë shtatzanis apo jo? Absolutisht asnjë lloj gjëje, nuk e kuptoja. Thjesht kur u rit barku, fillova të kuptoja që brenda meje po rritet një ëngjëll, edhe aty ishte edhe më bukur. Ja, shikon këtij një shembull sa I përket përzierave që nuk është e thënë detyrimisht që të kesh të përzjera me një bebe të shëndetshme. Absolutisht. Ishte çdo gjë okay në trupin tim. Mbaroj aty thjesht kur mbaroj procedura IVF-it të gjitha sikletet. Në sa javë shtyve shtatzanin dhe si e bërë? Në C-section apo natural, pritë derisa të vinte momenti? Jo, C-section bëm, sepse aso kohë doktori kështu më sugjeroi, sepse ne supozoj që kishim bërë një rrugë shumë të gjatë, të vështirë, patjetër, sepse nuk ishte diçka si natyrale edhe pas vështirësive kaq të mëdha, dhe doktori vlerësoi që ne të kishim një lindje jo natyrale, sepse nuk donim të kalonim nëpër etapa që ndoshta mund na rrezikonin veten time dhe bebin. Po, e drejtë. Dhe zgjodhëm të bëjmë një cezarian. Si ka qenë ai momenti I parë kur I dëgjove të qarën e parë vajzës? Gjë më të mrekullueshme nuk ishte ndjesia më e bukur, u bëra nën, fal shumë sakrificave. Lumturia më të madhe nuk ishte. Ma merr mendja, nuk ka emocion më të madh se ai. Absolutisht. Kur kujton dhe gjithë kalvaren, kur kujton edhe dyshimet që
Pa, do bëhem në njëherë unë nën me zgjith atyre sikleteve dhe pasigurive të gjithë rrugtimit, se jo detyrimisht dim që mund të, se e dim që jo të gjitha rastet janë të suksesshme. Po, patjetër. Është presion shumë i madh në 9 muaj që ti ke bebi në barkë. Patjetër, ishte pritje e gjatë, por edhe në momentin që unë nisa, domethënë shumë njerëz ndoshta nuk ishin pro, sepse siç ta thash, ishte edhe fakti që ishte diçka e panjohur, qoftë edhe për familjarët, por edhe njerëzit e rrethit shoqëror. Po që s'ishin pro, çatonin. Domethënë kishte aq shumë hapësira për të folur se arritën të thoshin që më fal, po fëmia a është i jotja, a është i bashortit. Ishte shumë mungesa informacionit aso kohe, sepse tash janë azhurnuar sadopak. Dhe kur arritën më bërën këtë pyetje dhe unë vërtet jam ndjer jo keq, sepse gjithmonë e kam pasur këtë pozitivitetin me vete, madje që në momentin që unë mora vesh që kishim këtë problem, ndoshta dhe pjesa që jam e fushës së mjekësisë, thash këtu duhet të heci vetë përpara. Drejt. Dhe kështu ndodhi edhe ja u bë drita. Dhe filluan ato vitet me vajzat, erdhi në shtëpi vajza, ka qenë mbar nga ana e gjumit, e gjithdhënies. Sikurse dhe të thash, për mua të gjitha sikletet e një shtatzanie të mrekullueshme edhe të qenurit nën mbaruan që në momentin që unë linda dhe që zbulove le të themi që zbulova që isha shtatzan edhe që mbaroi procedura e IVF-it. Çdo gjë ka shkuar mrekullisht mirë. Kam pas një vajzë shumë të shëndetshme, shumë të qetë, sa ka ardhur në shtëpi nuk i ndiej zëri, më duhej të vija dhe ta ruaja apo flen apo merr frym. Dhe kështu shkuan të gjitha muajt, edhe vajza u rit mrekullisht mirë, e qetë, e mbar ashtu është edhe sot. Shumë e mbar. Po shjoja ato vitet me vajzën. Po, patjetër. Kur niset mendosh për një fëmijë të dytë? Kaloi pak kohë edhe unë u rikujtova që duhet të bëj një fëmijë tjetër, sepse plus që ato embrionet i kishe. Po, embrionet i kisha. Siç është pjesa që domethënë fillon të kuptosh që prindërimi nuk mbaroi këtu, duhet të vazhdoj dhe familja të rritet dhe të shtohet, pse jo? Edhe një ditë të bukur te klinika që unë bëra, domethënë fekondimin in vitro, telefonova, trokita sërish. Edhe i thash si jeni, më duhet që të takohemi, të lë një takim për të vazhduar një shtatzani të dytë, pse jo? Edhe aty mora edhe lajmin, do thoja, për mua më të keqin, sepse direkt më është komunikuar, mbas një telefonate diku 10 minuta pasi unë i telefonova, dhe më thanë që embrionet e tua janë kanceluar. Ndërkohë që nuk ishte normale. Pra janë shkatruar. Po, patjetër, i kishin evituar, nuk i ruanin më. Nuk i kishin ruajtur. Ndërkohë që unë kisha bërë edhe, sepse normalisht që ka një kontratë për patjetër, kishim kontratën, është edhe një detyrim mujor që ti e shlyen. Dhe diku një vit unë e kisha shlyer pagesën. Dhe më pas kishin ngecur ndoshta që unë nuk isha rikujtuar, por asnjë telefonat nuk erdhi në kontaktin tim, gjë që ishte kontakti i njëjtë me atë që po i telefonoja sërish. Ishte një zgënjim. Absolutisht, sepse nuk je prezente dhe nuk po. I thash si ka mundësi, sepse minimumi një telefonat, por që nuk e gjeta të drejtën asnjëherë. Edhe aty u zgënjeva, padyshim. Shumë zgënjim. Dhe mendova që një rrugë aq e gjatë ishte prerë në mes jo nga unë. Ishte bërë nga dikush tjetër që nuk e kishte të drejtën. Por jetojmë në Shqipëri. Ndodhin këto. Dhe çfarë bëre më pas? Më pas asnjë gjë nuk bëra, Orinda, thjesht u zgënjeva edhe kam bërë një pauzë, ndoshta diku 2 vite apo ndoshta edhe 3 vite fiks. Që unë nuk po e mendoja më, sepse normalisht, për të qenë të vërtet, rruga nuk është aq e lehtë, është bukur e vështirë. Po. Dhe mendova ta lija veten të lirë dhe ashtu ndodhi. Goca po rritej, u bë gati 5 vjeç. Dhe në çdo moment që kalonim, ndoshta edhe në ndonjë kish, ajo fliste me zë të lartë dhe thoshte, o Zot, më jep një motër ose një vëlla mua. Kjo ishte dhe arsyeja që unë rinisa që të mendoj sërish një hap tjetër. Por këtë herë, ndryshe nga hera e parë, nga që mora zgënjimin nga klinika, dhe mendova të shkoja diku tjetër. Edhe pse
nuk e kisha atë qetësinë te klinika e radhës, nuk gjeta ndoshta atë transparencën e procedurave. Pse, çfarë ndodhi? Nuk shifja si herën e parë që janë krijuar këto embrionet, ne do i transferojmë. Pra kjo ishte klinik tjetër? Klinik tjetër, po. Dhe nuk shifja atë transparencën që pash te klinika e më përpashme. Po kuptoja që në dimensione të ndryshme, me probleme të ndryshme, klinika të ndryshme. Po hasesha çdo ditë, edhe me thënë të drejtën, kisha një bindje që nuk do të bëj. Edhe ashtu ndodhi. Ne e bëm, do më thënë, të gjitha procedurat për një IVF të dytë dhe nuk rezultoi e suksesshme. E komunikova mjeken, edhe pse rezultatin e kisha kush më mirë se unë do ta kuptonte që ishte negativ. Analizën e kam bërë me duart e mia dhe kuptova që ishte negative. E telefonova mjeken thjesht për t'i treguar rezultatin, por nuk e kisha në plan të rikthesha as aty më. Sepse mungonte transparenca dhe thash është e kotë. Mbasi i kam thënë mjekes që doktoresha, çfarë mund të bëjmë tani? Dhe më tha, patjetër, do vazhdojmë të trajtojmë bashkëshortin. Edhe i bëra pyetje vetes, pse duhet ta trajtonte tani bashkëshortin, ndërkohë që ne mund ta kishim trajtuar përpara. Por nuk ndodhi dhe unë nuk shkova më absolutisht në atë klinik as për të konsultuar më asgjë. Edhe ngelem aty. Dhe tani që më kujton ti, nga pasur doktorët e tjerë në studio që e kanë thënë këtë gjë, që kanë futur në proces IVF-i, çifte, edhe që kanë qenë burri ka qenë mazë spermi, kupton, edhe prapë ka futur në procedurë dhe pastaj mbrapa ka zbuluar që edhe duke që në Shqipëri pak ndoshta edhe nuk ka kapacitetet e duhura, ndoshta nuk kemi laboratorët e duhur njëkohësisht, por që duket sikur është kthyer një çik më shumë se ç'duhet në biznes kjo gjë. Për këtë do të them tani, sepse kështu ndodhi herën e tretë me mua. Unë vendosa, do me thënë, mbasi goca u rrit shumë, u bë 10, edhe më. Dhe po mendoja për një shtatzani tjetër, për një fëmijë tjetër, po e doja shumë, por kjo më stopoi pak se prap kisha ngërçin që nuk do ndodhi, nuk do ndodhi. Unë nis një kurs për zhvillim personal, do ta quaja. Dhe aty, ditën e parë të kursit, mentorja na la një detyrë. Detyra ishte që të shkruanim me të madhe dëshirën më të madhe që kishim brenda vetes. E pyeta veten, nuk isha e sigurt. Telefonoj motrën. Ajo ka qenë edhe suporti im për të futur në këtë rrugë. Edhe i them motra, duke qenë që motrën e njeh shumë mirë. Çfarë mendon ti se do të ishte dëshira ime më e madhe? Pa hezituar, pa pritur, më ka kthyer këtë përgjigje. Motra, ne e dim shumë mirë se çfarë të mungon ty. Është ajo ëndra jote që ti dëshiron, motrën, mos ta lësh vajzën, mos ta lësh pa një motër ose pa një vëlla qoftë. Aty nuk mendova 2 herë Orinda, kam mbyllur telefonatën dhe kam marrë bllokun. Kam shkruar dëshirën time të madhe, e cila ishte detyrë të shkruaj me 100 herë në ditë, dhe unë nuk u lodha asnjë ditë për këtë, meditime pafund. Nuk ndjeja, më thoshte bashorti, Anida, që po bën, po lodhesh, isha gjithë kohës, mëngjes, darkë, si për librit, fletores, dhe vetëm shkruaja, që ëndra ime të realizoj. Shkruaja duaj një bebe, si ishte kërkesa që bëja? Atëherë... Një motër ose një vëlla, apo? Jo, kërkesa ishte në metodat e mendimit, patjetër meditimi, por dhe mendimi dhe arritjet që mentorja jon, gjirastin të përshëndes, Antigona Behrami. Jam mirënjohëse dhe falenderuese pafund për gjithçka që bën dhe jep nga shpirti për ne, që ne të ecim, të ndriçojmë, mos të ngelim aty sikur kisha ngelur unë. Unë kisha ngelur me pak fjalë e paralizuar në ëndrat e mia, dhe ajo ishte shtysa që unë arrita. Atëherë kishte metodën e vet dhe disa fjalë
të goditura patjetër për të pasur dhe për të arritur një shtatzani dhe për të pasur një fëmijë. Po. Ishin fjalë dhe vargje, goxha që mua më merrnin bukur kohë. Para dite në mëngjes herët, çohesha para familjarëve, patjetër, edhe në mbrëmje. Gjithashtu gjithë ditën, lutje, po thua. patjetër, gjithë ditën, kohën hapësirën më të madhe që kam pasur, unë jam dedikuar jam asaj dedikuar lutje. edhe kam bërë meditime pafund edhe shpirti im u lirua, mendoj që aty ishte çelësi i suksesit për mua. Edhe kështu ndodhi. Dhe çfarë ndodhi? Kur sire në kontakt, le themi ti pas kësaj, le themi pas të gjithë zhgënjimit që ti pate, njëri pas tjetrit njëkohësisht, dhe mendimit që a doja arrije dot, arrite të gjeje paqen në këtë meditim, dhe më pas do zbuloje një klinik online e zbulove? Baçeqen? Ja do ta them. Oh. Atëherë, Apo erdhi të ty? jo, patjetër online patjetër, por hapi pari imi, fal benefitit që ne patëm, domethënë ishte suksesi, sërish mendova t'i kthehem klinikës së parë. Okej. Dhe mendova që kisha bërë gabim në thonjza që shkova diku tjetër. Por të tilla ishin dhe mundësitë që ti jemi realist, edhe kishte diferencë çmimi dhe gjithmonë njeriu thot për më mirë, kisha dhe suksese që pse jo kishin ndodhur në klinikën që shkova për herën e dytë. Dhe rikthehem te klinika e parë që kisha bërë edhe vajzën. Rikthehem aty me bindje, isha komplet ndryshe, do më thënë në çdo moment që hidhja hapat dhe ngjisja ato shkallë, thoja, do ta bëj bebin edhe pik. Ishte e besuar 100% brenda vetes time. Ngjitem aty, i nështrohemi analizave sipas protokolleve të klinikës, edhe marr një rezultat orinda për 10 minuta. Por duke qenë e fushës 10 minutë që për një analizë. Për një analizë nuk mu duk normale. Gjë që për 10 minuta unë mund ta bëja vetë, por ama nuk isha personi kompetent që të bëja këtë lloj analize. Dhe aty pastaj mu desh që të përballesha, sepse stop më, nuk kam më vend për të tilla neglizhenca. Drejtohem tek personi përgjegjës që më dha rezultatin edhe i them, më fal, ndërkohë kemi një rezultat, pa një vull mjeku, pa një firmë mjeku, edhe thjesht shablon do ta quaja. I them, më fal, kush e punoi këtë analizën? Dhe goca në momentin e parë ishte deri diku e qetë. Ndërkohë që unë kam ngulja, ajo u irritua. U irritua dhe u drejtua tek mjeku dhe më thot, këtë përgjigje do ta marrësh te mjeku. Orinda u ndjeva sikur kisha shkuar diku dhe kisha borxh diçka. Ndër në momentin e parë që mjeku t'i është komunikuar kjo gjë, del nga zyra dhe më drejtohet. Edhe thot, ti ishe ajo zonja që ke bërë fjalë? I thash, jo doktor, fjalë jo, ama më lejo Kërkova një përgjigje. Të pyes kush e punoi analizën, sepse rezultati ishte, nuk di të them, po i njëjti me atë që ndoshta kemi pasur para shumë kohësh. Dhe më duk sikur ishte një printim, orinda për të qenë realiste. Nejse, u futëm në zyrë, komunikuam, biseduam, edhe na dhanë 20% mundësi që ne mund të kemi një fëmijë të dytë. Në momentin që u zhgënjeva, thash stop, këtu nuk kam më. Pavarësisht që në atë moment patjetër e mbajta veten. Por bashorti si natyrë më tolerante, por inte po e mirë kuptonte doktorin dhe gjatë gjithë kohës, siç ndoshta janë meshkujt, e lë me kaq, mos e zgjat apo ku di unë. Sa po mbaruam atë konsult, ju drejtova bashortit edhe i them, ne do t'ikim në Turqi. Po Turqia, tha nga doli tani. Ndërkohë kisha rreth diku 2 javë, orinda, që në telefonin tim më dilte faqja e klinikës Bahçeci. Dhe unë i bëja skip gjatë gjithë kohës, po pse po m'del. Dhe në atë moment, absolutisht po, në atë moment, thjesht më kujtua klinika që më kishte dalë, domethënë në telefon. Edhe i them, kam parë një klinik, i them bashortit edhe mendoj që duhet të shkojmë atje.
si të duash thot, duke qenë natyrë pak më i qetë dhe pak nuk përfshihen meshkujt aq shumë sa një nën ndjen atë çfarë kërkon. Patjetër që është lumturi e madhe, ama ti jemi realist. Edhe më thot mua, po shkojmë. Dhe unë duke sa hipa në makinë atë çast, klikoj tek kontakti dhe aty Orinda shoh ironia e fatit edhe fati im i madh gjithashtu. Që unë kisha pasur kontakt edhe para 2 vitesh me të njëjtën klinik. Okej. Dhe aty thash, këtu është gjithçka në rregull dhe unë jam atje ku duhet isha. Kontaktoj edhe më thonë që patjetër mund të vish, sikurse janë ata shumë të mirëpritshëm. A bëre një konsult në telefon përpara apo jo? Po, patjetër. Ishin aq korrekt. Ishin aq preciz, sa më kanë kërkuar analizat e duhura, kanë lënë orarin me mjekun paraprakisht, dhe më thanë, ju mund të vini qoftë edhe nesër. Dhe ne këtë gjë bëm. Unë preva biletat për në Turqi sot për nesër, si thonë, dhe ju drejtuam klinikës Bahçexhi. Kjo shkurtoi edhe atë pjesën e agonisë, të kohës, më thënë, dhe kjo është shumë e rëndësishme kur një klinik t'jep le themi karta bianca që ti mund të vish me një herë, do të thënë mos e vono fare ëndrrën tënde, nisu me një herë. Ishte një mrekulli për mua personalisht, por mendoj që edhe për pacientët, sepse në shumë dyer enden shumë njerëz me shumë lutje, edhe ndoshta me shpirt të brengosur. Edhe duhet presësh gjatë. Po. Në Shqipëri duhet presësh pas një procedure, pas edhe je në listë pritje. Asnjëherë nuk e kam kuptuar pse ndodh kjo. Nuk e kam kuptuar pse ndodh kjo. Ndoshta edhe prej fluksit që ka, nuk e menaxhojnë dot, nuk kanë resurset e duhura. Domethënë, kurse në klinikën që ne po flasim kemi të bëjmë me një staf shumë të madh. Në fakt kemi janë 40 mjekë që merren me secilin prej rasteve, apo jo. Domethënë, kështu që domosdo ndoshta është, le të themi, janë burimet njerëzore që këtu mungojnë edhe atje i kanë. Absolutisht po. Unë mendoj që çelësi i suksesit është organizimi. Atje ishte një staf, por nuk quhej vetëm staf, është një organizatë e madhe, njerëz që punojnë me ëndje që ty të bëjnë të lumtur. Besom Orinda, është realiteti i asaj klinike. Unë që kur kam shkuar aty kam parë ndryshe nga Shqipëria e para dhe kryesorja është vibe pozitiv, pozitiviteti që të presin mirëpritja që në telefon, që ti jesh gati të shkosh aty, të flasësh hapur dhe të presësh takimin duke qenë me konsulenten pa stresin që ti je në një vend të huaj, sepse kjo është akoma edhe një pikë kyçe që njerëzit ndoshta e ndjejnë si siklet. Që po si të shkoj aty, po ndoshta nuk po di, po ndoshta absolutisht. Gjëja më e mirë dhe më e mrekullueshme se sa i gjen në Shqipëri, që ti ke konsulenten dhe e ke non-stop me vete. S'ka pritje, s'ka stres, s'ka ankth, vetëm nëse ti i ashton stresin vetes, sepse atje ndihesh si në shtëpinë tënde. Ne folëm që ti nuk ishe një rast që do prisje në radhë. Filloi procedura me një herë dhe një besim i shtuar dhe nga forma pozitive e sjelljes tyre. Por ajo që e bënte akoma më të veçantë dhe më të qetë situatën ishte sepse ti kishe edhe një shqiptare që të shoqëronte gjatë gjithë kohës. Pra nuk kishe problemin e gjuhës, le të themi në turqisht, apo detyrimisht të flisë gjithkohës anglisht, sepse ka njerëz që po unë s'di anglisht, s'di turqisht. Ishte një shqiptare, koordinatore, e cila të ndishte hapasapje, apo jo? Aty takova Jenën. Jena një mirësi më vete do ta përkufizoja, një vajzë ëmbël, e brisht dhe shumë e sjellshme. Te jetë e sjellshme dhe fakti që ajo takonte patriotët e saj, Jena është një shqiptare. Nga Berati. Një vajzë mrekullueshme. Fakti që sapo u takova me Jenën, Orinda më beso mora vibe-in më pozitiv të mundshëm dhe sikur më ngroh shpirtin në ato momente. U takuam dhe kur më ka pyetur historikun e familjes dhe arsyen që isha aty, patjetër dihej dhe i kam thënë që do e bëj një bebun Jena. Edhe më thot, le të shohim Anida, na shkoft mbar. Ishin to fjalët e saj sepse padyshim. Kështu janë gjithmonë. Të ushqesh ëndrat, ndoshta ndonjëherë edhe pa një fakt apo një pjesë që duhet ta kalosh vetë. Është një hallk që duhet kaluar individualisht.
Edhe kështu ndodhi, Dhe me vazhduam. gjitha atë, sepse jena është mësuar pa diskutim se atje shkojnë shumë raste nga e gjithë bota, jo vetëm nga Shqipëria, jo vetëm nga Turqia, por nga e gjithë bota. Po. Dhe madje një takim që ne patëm para disa javësh në spital, unë pash edhe një çift tjetër shqiptar që nuk vinte nga Shqipëria, vinte nga Amerika. Po, Tek qendra, po ishin nga Shqipëria, Po. jetonin në Amerikë, edhe zgjidhnin klinikën. Po, i njëjti fenomen më ka ndodhur edhe mua, ne ishim shumë shqiptar aty, madje edhe te hoteli, sepse do zgjedhësh lokacionin më të afërt edhe të gjithë mund të akomodoheshin aty afër. Kemi takuar çiftin që ishte jetonin në Gjermani, ishte shqiptar dhe kishin zgjedhur Bahçeçin. Dhe ishte pafund me njerëz dhe eksperjenca të ndryshme nga Greqia, që shqiptar që jetonin në Greqi edhe kështu me radhë. Kishte nga të gjitha vendet që vinin, drejtoheshin dhe jetonin jashtë. Sepse është një spital, është një klinikë e cila ka 130.000 lindje, bebesh dhe raste suksesi, dhe për më tepër që ka një laborator të jashtëzakonshëm të certifikuar tashmë me SHRE. Kështu që këto japin një lloj sigurie, besoj unë, për cilin do që mund t'ja dalin. Padyshim. Gjithçka që thua është më së vërtet, sepse ishte fiks kështu, domethënë çdo gjë ishin shumë preciz. Nuk ushqenin as negativitetin, por ama as nuk të mbanin me fjalë boshe që ti thjesht ke ardhur këtu dhe ne do të bëjmë me fëmijë. Dhe kjo është gjëja më e mirë e mundshme, sepse të dyja këto hallka për të lidhur një zinxhir, unë mendoj që duhet i kalojmë vetë, nuk ka klinik që ty të bën do bosh bebin pa kaluar këto lloj situatash. Dhe atje ishte çelësi suksesit, mendoj unë, ishte korekcia, ishin laboratorët, sikur e thua, të certifikuar dhe nuk linin hapësira, absolutisht, patjetër, si e fushës, padyshim, gjithçka kuptoja, qoftë në rezultatin që vinte, qoftë, nuk di, në kohë rekord shumë të saktë. Mjekët ishin shumë serioz, shumë të sjellshëm. Çfarë bët në momentin që arritën aty? Çfarë ju rekomanduan pas vizitës, takimit, konsultës me doktorit? A bën ndonjë gjë tjetër aty, analiza apo si proceduat më pas? Po, ne shkuam aty edhe takuam konsulenten, më fal. Takuam konsulenten dhe bërëm një takim me mjekun androlog, të cilin gjej rastin ta përshëndes profesor Bylentin. Ishte një vizit me doktorin që bëri për bashkëshortin, gjithashtu ju nështruam sërisht analizave, sepse gjëja më e mirë e mundshme t'i shifnin vetë rezultatet, dhe kjo është, mendoj, zgjedhja më e mirë, më e duhura. Dhe në momentin që bërëm vizitën, neve na rekomanduan që të merrnim për një afat kohor të caktuar një mjekim për bashkëshortin. Kjo ishte ajo gjëja që mua filloi të më ngrohte zemrën, sepse kisha parë ndryshimin nga Shqipëria me atje dhe unë vërtet e kisha kuptuar që ishte diçka për t'u trajtuar, jo për t'u anashkaluar, ashtu sikur se ndodhi dhe në Shqipëri. Dhe që aty unë fillova që të qetësohem. Morëm kurën dhe ne u transferuam sërish në Shqipëri, po, patjetër. Përfundoi afati kohor, sipas protokolleve, kishim lënë takimin. Ishte një kur sa mujore? Ishte një kur 3 mujore. 3 mujore. 3 muaj. Nuk është gjatë për të pasur një fëmijë. Është shumë shkurt, do të thoja. Dhe në momentin që përfundoi kura, ne të thash sipas protokolleve, ju drejtuam sërish klinikës. Dhe kësaj radhe isha unë ajo që do filloja procedurën edhe do vazhdoni me çdo gjë si duhej. Biletën e pret sot për nesër, besoj. Rinda, bileta ishte sot për nesër, sepse ishte kjo faza që duhet të vinte cikli, edhe unë nuk isha e sigurt, edhe unë e pres biletën sot për nesër, edhe ishte edhe diçka që shumë e thjesht, shumë kollaj, ti nuk ke stresin, o sa do pres, o si, ndodhi, u pre bileta dhe të hënën në mëngjes ne ishim aty. Është gjithçka shumë kollaj, domethënë, nuk duket sikur ti po ikën jashtë, ama nuk është ajo gjëja që ty po të vënë një siklet të madh, përkundrazi do ta quaja. Ndoshta sa të bën trafiku të vish nga Durrësi në Tiranë, ti ke arritur nga Tirana në Stamboll. Dhe kur u nisët për në Stamboll, vendoset të qëndroja aty gjatë gjithë javëve të stimulimit apo u ktheve në Shqipëri?
si e ndat me bashkëshortin dhe me mjekun? E kisha ndarë mendjen Orinda që unë do t'jem aty dhe do t'jem për këtë gjë. Në momentin që kisha lënë patjetër vajzën e madhe këtu edhe ishte pak ajo pjesa që po largohem, por fakti shkollë nuk më bënte zemra që ta ndaloja, ta shkëpusja nga shkolla. Mendova që do t'jem aty. Gjithçka aty stopuam, me punë, me gjithçka. Vajtëm në Stamboll edhe kemi qëndruar për të gjithë procedurën atje. U akomoduam. Sa kohë? Na shkoi diku tek 3 javë. 3 javë. Okej. Pra qëndruat atje. Filluam procedurën dhe diku te 2 javësh është periudha pjesa e stimulimit edhe mbarim i trajtimit diku shkon 15-16 ditë ndoshta dhe më pas ishte ajo pjesa më transferta. Po. Më pas ne mbas përfundimit të trajtimit ishte edhe çelësi i suksesit apo ëndra që po prisnim që të shifnim sa embrione do krijoheshin. Edhe si do vazhdonte mbarvajtja e zhvillimit të tyre. Edhe kështu qëndruam aty edhe pse ishin thjesht duke pritur. Dhe si shkoi? Mrekullisht mirë. Arritet kishit embrionin tuaj? Me thënë të drejtën, embrionin e patëm, faleminderit Zotit, por ato ditë kanë qenë të vështira sepse për mua ishte një pritshmëri e madhe, kisha shumë vezë dhe do bëj shumë embrione, pse jo më shumë se sa 1 apo 2 beba. Dhe ndërkohë aty një komunikim i Jenës më thot Anida, ne jemi shumë mirë, jemi në rrugën e dur, ama kemi vetëm 1 embrion shumë të sakt që ne po na zhvillohet dhe po e mbarvajtjen e ka shumë mirë, ama kemi edhe një embrion tjetër që nuk është po aq i shpejt në zhvillim. Por ndoshta mund të na ndryshojë rezultati, si për mirë ashtu edhe për keq. Kjo gjë nuk dihej. Dhe ne e kujtoj si në këtë moment atë ka rënë edhe fundjavë prente me të dielën që ne prisnim me ankth do të thënë rezultatin, rinim të dy me bashkëshortin dhe nuk i flisnim njëri tjetrit, vetëm duke pasur mendjen aty. E vetmja gjë që bëja ishte thjesht meditoja dhe lutesha, asnjë lloj gjëje më shumë. Por falë Zotit. Dhe pastaj morën në telefon Jena dhe tha. Atëherë Jena më thot që unë Orinda në atë moment nuk do të thoja që e humba besimin te vetja që do kem një beba apo një shtatzani, por thjesht po mendoja që këtu mund të prekësh edhe suksesin, por mund të prekësh edhe fundin, gjë që do të thotë që edhe s'mund ta kesh. Dhe kjo gjëja më bëri pak me veten pak të mërzitur, por e kaluam. E kaloj. Dhe arritët të kishin embrionin e Florint, kur e tha. Embrioni art ishte për ne, kur Jena na komunikoi që ky embrioni që ne po prisnim që të zhvilloj është shumë mirë. Dhe të bëheshim gati për procedurat e radhës. Transferta, dita e transfertës ishte shumë e bukur, Orinda, shumë e bukur. Drejtojmë te klinika, ishte diku në një orar pas dreke, kisha marrë gjithë energjitë e duhura dhe isha gati. Isha gati. Drejtojmë te klinika, mjeku më komunikon që Anida, neve kemi një embrion shumë të mirë, por falëm pas dhe një embrion tjetër që nuk ishte zhvilluar po aq sa embrioni i parë dhe mund të kisha mundësinë që t'i transferoja të dy. Dhe i them direkt po. Të dy e fote? Të dy embrionet i them doktor po. Dhe në momentin që ne komunikuam, atje çdo gjë është shumë saktësi, Orinda, është shumë transparencë, gjë që ne këtu nuk e pret se në Shqipëri nuk ndodhin këto, ne firmosëm patjetër për embrionet që do transferonim, e kështu me radhë sipas protokolleve dhe unë drejtohem, domethënë pranë sallës. Por pa haruar që në çdo moment me Jenën, edhe në sallë, isha me konsulenten, po patjetër. Largohem nga bashkëshorti dhe drejtohemi drejt sallës. Në momentin që mjeku shef rezultatin e embrionit tjetër ishte prapë me pikpyetje, edhe pse ne kishim firmosur që do t'i transferonim të dy. Dhe më thot Anida, ndoshta mos është më mirë të transferojmë vetëm njërin. I thash, po pse doktor? Po, Anida, nuk është se nuk dua, por nuk është se nuk dua. Nuk është se nuk dua, por nuk është se nuk dua. Nuk është se nuk dua, por nuk është se nuk dua. Nuk është se nuk dua, por nuk është se nuk dua. Nuk është se nuk dua, por nuk është se nuk dua. Nuk është se nuk dua, por nuk është se nuk dua. Nuk është se nuk dua, por nuk është se nuk dua. Nuk është se nuk dua, por nuk është se nuk dua. Nuk është se nuk dua, por nuk është se nuk dua. Nuk është se nuk dua, por nuk është se nuk dua. Nuk është se nuk dua, por nuk është se nuk dua. Nuk është se nuk dua, por nuk është se nuk dua. Nuk është se nuk dua, por nuk është se nuk dua. Nuk është se nuk dua, por nuk është se nuk dua. Nuk është se nuk dua, por nuk është se nuk dua. Nuk është se nuk dua, por nuk është se nuk dua. Nuk është se nuk dua, por nuk është se nuk dua. Nuk është se nuk dua, por nuk është se nuk dua. Nuk është se nuk dua, por nuk është se nuk dua. Nuk është se nuk dua, por nuk është se nuk dua. Nuk është se nuk dua, por nuk është se nuk dua. Nuk është se nuk dua, por nuk është
po nuk më duket, mund ta lëm, tha që ndoshta edhe mund të Në ngrirje, zhvillohet. ta kalëm në ngrirje, Absolutisht, por menduan që mund të zhvillohej edhe pak në kushtet e inkubimit, do ishin kushtet më të favorshme. Këto ngelën pikë pyetje që ne nuk I morëm vesh kur unë Orinda në momentin që më bëri këtë pyetje doktori, isha në sallë dhe më duk sikur do lija diçka pas aty. Dhe I them doktorit, a I prish punën se unë do t'i transferoj të dy edhe njëri nga embrionet do të ndikohet nga tjetri? Dhe më thot, jo, absolutisht jo. I thash, doktor, I dua të dy, mu duk sikur do lija diçka atje. Dhe ashtu ndodhi. Ashtu I futet e dy. Ama ky çast Orinda ka qenë më I bukuri për mua, por edhe nuk di të them se si u ndjeva nga korektësia e tyre. E bërtas më të madhe këtë. Në momentin e transferimit e embrionit, njerëz pa fund, staf I specializuar, të bërtitura në emrin dhe në mbiemrin tim, gjë që më fliste saktësi Orinda, korektësi. Në momentin që më janë transferuar embrionet, po thoja, a kam dalë ndonjë shfaqje? Sinqerisht, sepse gjë që këtu nuk e kam ndjerë kur, sepse eksperiencat nuk kanë qenë të pakta 1-2. Thjesht një numër mirë, keq, apo jo? Absolutisht. Dhe në momentin e transferimit, mendova që gjithçka aty mbaroi dhe gjithçka aty filloi njëkohësisht. Do shkon të Mbaroi shkëlqyer. sikleti, patjetër. Orinda kam pas besimin më të madh të mundshëm edhe në momentin e parë me mjekun, edhe me konsulenten gjithashtu. Dhe në momentin e fundit që jam ndarë, kam thënë, unë doktor patjetër do e kem një bebe. Patjetër. Edhe doktori gjithmonë më thoshte me inshallah, sikurse e kanë besimin e madh dhe ashtu ndodhi. Dhe në fakt sepse besimi sido që tjetë, ashtu e ka treguar dhe te mjekët në fund fare, thotë është Zoti ai që vendos se çfarë do të ndodh me këtë shtatzani, ne përpiqemi të ndihmojmë pa diskutim, por Zoti vendos nëse do të kemi një shtatzani. Dhe je kthyer pas sa kohë është në Tiranë nga momenti I transfertës? Mbas 24 orë. Vërtet, u ktheva I shpejt? Mbas 24 orëve. Protokolli e përmbante që pse jo, mund të bësh një fluturim mbas 24 orëve deri në momentin që ne nuk kemi një lloj problematike të caktuar që po na shfaqet, trupi është I qetë. Dhe këshillat ishin padyshim jo të pakta. Patjetër. Por këshilla që mua më ka bërë tik dhe kam kuptuar se sa shumë e vuajmë paditurin ishte e madhe, sidomos në atë moment kur më thanë, ti nëse do t'i rikthehesh udhëtimit për 24 orë dhe qëndrimit në shtëpinë tënde patjetër, do t'i rikthesh edhe rutinës tënde, pse jo, unë Orinda aty u habita, sepse mbaj mend me shtatzanin e parë, me pas transferimit, të kanë thënë regjim shtrati? Më thoshin regjim shtrati. U deshte një njeri të më shoqëronte ndoshta edhe në tualet. Ishte diçka që drejtuan si të sëmurë, domethënë. Fiksi të sëmurë, dhe aty ti sëmuresh më shumë. Aty ti sëmuresh më shumë. Në momentin që do përfundonim takimin edhe do largohesha, më kanë thënë që do t'i kthehesh rutinës patjetër, jo me mbi ngarkesë, jo me lodhje, jo me qëndrim për orë të gjata në këmbë, këto gjëra janë fare elementare që mund të priten, por thjesht unë do vija nga Turqia sot, do fluturoja për pak orë dhe të nesërme nuk kam shkuar në punë. Direkt ke vajtur në punë. Kam shkuar në punë, patjetër. Tani më trego pak sa I përket kostove. A është e njëjta kosto si në Shqipëri apo më shumë? Kostoja është, ndoshta mund të them se është edhe pak më shumë në Shqipëri. Është deri diku edhe nga ilaçeve kam zbuluar që ka dhe diferencë tek pjesa e ilaçeve. Atje është edhe diçka tjetër Orinda që ti ke transparencën. Këtu ti futesh në një klinik, po unë mendoj që në ditët e sotshme është gjunaf për të thënë po duket sikur futesh në labirint. Sepse ti vete në klinikë dhe të thot, po ja se gjilpëra ti kam unë, po unë nuk arrit ta besoj më tani atë gjilpërën që ti më jep, ndoshta nga eksperienca e keqe ose ngelet me pikpyetje. Në momentin që klinika më thot kam dhe gjilpërën, kam dhe këtë, unë aty filloj të kuptoj që gjithçka është bërë biznes. Dhe ky ishte, domethënë, arsyeja që pse vendosa. Vetëm që pash sepse biznesi po vazhdonte të rritej dhe duke u parë njerëzit si prodhim numër. Jo thjesht I zgjidhim hallin Anidës apo dikujt tjetër që vërtet endet edhe ka nevojë shumë për sukses. Kjo është të luash me ndjenjën e këtu jetojmë edhe e një gruaje, e një prindi që do të bëhet, le të themi, e
e një çifti që i shkon themelet momentin që e Absolut, që duan merr vesh pafund diçka një të tillë, fëmijë. Dhe kjo është të luash me të gjithë jetën, dhe duket sikur po luhet më shumë se ç'duhet me këtë anë. Shumë më shumë se sa duhet po luhet realisht. Dhe ajo gjëja që siç të thash më bëri përshtypje ishte në momentin që ti drejtoresh në klinikë, ke nevojë për X ilaçe apo gjilpëra. Dhe ti mund të pyesësh, sepse ne jemi mësuar në Shqipëri, ne vazhdojmë akoma, unë i thoya konsulentes ku do i marr unë këto. Dhe ndërkohë aty ke atë fytyrën e prerë që thot ku të duash. Dhe ajo gjëja të bën ty të besosh që thjesht këtu po bëhet puna, ama i përket dikujt tjetër. Nuk mund të veshim petkujn e dikujt që s'na takon. Profesionalizmi është i ndar, mjeku është mjek, farmacisti është farmacist, dhe në të gjitha, domethënë, profesionet duhet të ndodhi e njëjta. Një procedurë që kam pasur, më thonë që se kemi mungesë këtë, po si ajo vazhdonte nëse ishte mungesë. Do ta zvendësojmë, siç ndodhe rëndom, do ta zvendësojmë. Ishte çudi e madhe, kemi mungesë të ja të shohim e ndava këtë shqetësim me mjekun, aso kohë e tham, kam dëgjuar që është mungesë. Që të më thonë si e fillon procedurën pa kur e di që është në mungesë ky produkt, do të thënë ky ilaç. Është për të ardhur keq realisht. Ndërkohë që me sa vura re tek Baçeçi ishte që ato thonin në çdo farmaci ku lexohet sepse me kanë farmacinë, ato mund të shkosh edhe të marrësh ilaçet. Edhe kur shëllonte ditë e dieli ishte enkas në çdo farmaci lajmërimi që filan farmaci në qendër apo kudo, ti mund ta në çdo zonë, domethënë ti mund ta gjeje hapur dhe padyshim që e kishe të kryer gjithçka. Çfarë medikamentesh more pas këtij momenti? Po. Çfarë të dhanë? Atëherë më dhanë medikamente për 10 javë që unë duhet të bëja gjilpërën për mbylljen e qafës së mitrës, po e themi më popullore që edhe njerëzit të kuptojnë. Po. Ishte një herë ose 2 herë në ditë në bazë të individit, unë e pata 2 herë në ditë për 10 javë rresht. 10 javë, ju në ata kishin dhënë më përpara këtë? Në transfertën tënde të parë? Në transfertën time të parë, ma kishin dhënë, por ishte procedurë ndryshme sepse këtë herë i bëra në bark, herës tjetër, do me thënë i kam bërë intramuskulare dhe ishte pak më e dhimbshme, më e vështirë në momentin intramuskul. Në bark ishte fare e kollajt dhe nuk ndjej asnjë lloj shqetësimi fare. Nuk po flasim për progesteronin në këtë rast apo? Po, për progesteronin po flasim. Progesteronin, po. Progesteroni është bërë në bark për 10 javë, bëja vetë. Dhe thoja në çdo moment, sepse normalisht ngelet një çpim, thoja në çdo moment do më vinë gjëra shumë të bukura mbrapa dhe kjo gjëja nuk do më duket fare. Nuk do më dukej fare. Një gjë interesante me ty ka qenë momentin që ti sa po je kthyer në Shqipëri fillova ti bësh analiza vetes tënde. Sepse Anida ka laboratorin e vet dhe filloi që të shpoj veten dhe të kuptoj, është Azan apo s'është Azan. Dhe duke pasur parasysh kur ti më the këtë gjë, isha përpara faktit që ne shpeshherë mjekët na thonë që mos u lumtoni kaq shumë sepse i fusni stres vetes, mos e bëni testin përpara sepse mund të shtoni stres vetes sepse del negativ, po ndërkohë s'është e vërtet. Jo, t'ja nise me beta ACG-n që ditën e parë. Ditën e parë. U riktheva në punë Orinda si tani e mbaj mend atë mëngjes dhe thash, a ta pi kafen apo ta marr gjakun? Unë gjakun gjithmonë ja marr vetes edhe nuk e kam absolutisht problem. Dhe thash të mbledh një herë veten, të pi një kafe, piva kafen, u futa mora gjakun dhe në momentin që centrifugohej, sikurse dhe thej që kam laboratorin tim, centrifugohej gjaku dhe unë ula sërish te kafja dhe mendoja si do mdali, por ka qenë pozitiviteti dhe qetësia në shpirtin tim 101%. Dhe në momentin e parë që e kam bërë, këtë gjë nuk ja kam treguar klinikës, më kanë nxjerrë një sekret, më thanë mbas 12 ditëve minimumi që ti duhet të bësh një beta HCG. Në momentin e parë që e kam bërë, si tani e kujtoj Orinda, rezultati doli 5. Thashun. 1-2 do me thënë quhet negativ, ose 0 pik disa. Dhe në momentin që më doli 5, thashun, jam shtatzan, por ama, unë nuk i tregova, as bashkëshortit, as kujt që unë po bëj analiza, dhe ndërkohë unë vija çdo ditë të çpuar, ishte dhe verë gati, dhe ishim me mëngë të shkurtra. I e çpuar, ti më thoshte Bledi, i thoja, jo, nuk jam çpuar, i kam nga Turqia.
Ndërkohë po të më thoshte betohesha dot, iku aty. Unë çdo ditë e bëja analizën, e bëja rezultati, filloi çdo ditë të fishoj dhe aty kuptoja që jam në rrugën e dur edhe këtu brenda meje po rritet një ëngjëll. Po. Dhe definitive kur ja çove përgjigjen klinikës. Atëherë kaloi dita e 12 edhe megjithatë Orinda, pavarësisht besimit edhe ti që shef se po krijohet një embrion aty dhe një shtatzani është e mundur, fillova ditët e fundit po fiksohesha me dyfishimin e normës. Po thoja që apo rritet mira, jo, domethënë ndoshta është ai rezultati që ti prisje dhe je okay me gjithçka dhe s'di çfarë ti nxjerrësh vetes më. E dërgova pran klinikës me WhatsApp, edhe më thot Jena, Anida urime, ndodhi ajo që ti, do me thënë kishe shumë dëshirë dhe e ke pritur kaq kohë, ishte dita më e bukur e jetës time. Do me thënë qelsi i suksesit të asaj shtatzanie u vullos me atë ikjen në Stamboll, në Turqi, pranë Bahçegjit. Atë kanë ndjekur në vazhdimsi, pra të pyesin në vazhdimsi interesoshin, sepse besoj ti u lidhe me një mjek në Shqipëri, apo si ndodhi? Atëherë, mbas momentit të konfirmimit të shtatzanisë, edhe ato më komunikojnë që unë duhet të lidhe me një mjek, aty ka qenë momenti më i vështirë për mua. Duke parë këto gjëra që ne sapo folëm, dhe duke parë situatën që ishte, sepse relativisht është një rrugë e vështirë. Nuk vinte një shumë kollaj, kishte shumë sakrifica brenda. Dhe Orinda për hir të së vërtetës më ka bërë tik vetëm diçka te zgjedhja që bëra. Pas shumë sugjerimesh, pas shumë, domethënë duke i pas koleg, nuk dija cili ishte më i miri apo jo. Dhe në momentin që një kolegu ime kishte zgjedhur për vajzën e vet, domethënë që të lindte me mjekun që unë zgjodha, thash këtu është edhe pika ime kyçe. Këtu ndoshta unë do vendos që të qëndroj. Sepse asnjëherë një mjek nuk do të zgjedhë diçka jo të mirë për fëmijën e tij. Edhe thash po, ky do të jetë mjeku. Këtë? Apo këtë? Apo këtë? Apo këtë? Gjithçka e gjeni në Kids Around the Ring. Më ekskluzive, i gjeni në Kids Around nga mosha 0 deri në 16 vjeç, brende si DKNY, Karl Lagerfeld, Kenzo e shumë të tjera, ekskluzivisht vetëm në një dyqan të vetëm dhe për të gjitha moshat, ku më bukur, se një veshje feste apo se një veshje për dishmërie që do t'jetë gjithmonë speciale. Ne përmendëm pak më parë që Bahçeshi ka laboratorët më të mirë. Le të themi edhe të certifikuar sa i përket ndërhyrjeve të IVF-it edhe jo vetëm, edhe për le të themi për problematika të tjera që mund të ketë një çift, qoftë burri, qoftë gruaja në këtë rast. Prandaj është një ndër klinikat më të suksesshme dhe më të rituara. Përmendem gjithashtu që ka 29 vite në treg dhe e din shumë mirë, të gjithë e din që është me rete suksesit jashtëzakonshme 130.000 lindja. Por, dhe doktorët njëkohësisht që janë 40 mjek që merren me rastet në mënyrë, le të themi, individuale. Pra se cili prej tyre merret me të gjitha rastet. Janë 40 doktorë që studiojnë rastin dhe nuk ke një mjekim, le të themi, të përgjithshëm. Ja bëra kështu njëri dhe ta bëte ty kështu. Pra përshtatet në bazë të kërkesave të trupit tënd, ashtu si kundër ne folëm. Por edhe gjetja e doktorit, ti kishte një kërkesë të veçantë për të pasur një doktor të caktuar nga i gjithë grupi i suksesshëm i Bahçegjit? Në momentin që, sikurse ta thash Orinda, në momentin që drejtohesh pranë Bahçegjit, gjithçka liret në dorën tënde aty ku duhet. Në momentin që ishte që unë do të zgjidhja, do shkoja në Turqi, Jena më sjell në link edhe mjekët të cilët kishin mundësi të më trajtonin apo të më ofronin shërbim mua. Dhe në momentin e parë kam pasur, nuk e di, vibe-in më pozitiv, thjesht kur e kam parë, gjej rastin ta falenderoj dhe ta përshëndes, doktor Ozkan Ozdamar,
ishte ai tiku që mua më bëri që unë do zgjedh këtë mjekun. E kisha që doja mjek, jo mjeke, nuk e di pse. Nuk e di pse, ndoshta eksperienca më ka bërë që mjekët janë edhe më të kujdesshëm, ndoshta ne femrat merremi pak më gjatë, japim rëndësi fjalës dhe puna mund të ngelet aty ndoshta. E zgjodha mjekun edhe mendoj që ishte gjëja më e mirë që kam bërë. Patjetër, sikurse edhe e përmende që të gjithë pacientët trajtohen në bazë të situatës dhe problematikës që ata kanë. Nuk mund të ishte kurse asnjë recetë shablon, as një thënie e përsëritur nga një konsult e më përparshme apo vlerësim i situatës i njëjtë me tjetrin. Po, përveç pjesës së mjekimit, le themi, pjesa e pra që janë më vete, që normalisht mjekimi që merret vetë në farmaci nga pacienti me sugjerimin e mjekut në recet, por sa i përket këtyre laboratorëve dhe testeve ekstra, kishe pagesë ekstra në ti atje? Kishte disa analiza në fillim, do me thënë që ti do t'i paguaj, por në momentin që ti ke filluar trajtimin IVF, absolutisht asnjë lloj pagese shtesë, absolutisht. Përveç ilaçeve dhe gjilpërave që ti padyshim që do i bie sikurse në çdo vend të botës ato blihen, absolutisht asnjë gjë tjetër. Pra çdo gjë tjetër e procedurës ishte ishte e përfshirë me koreksi, me rigorozitet, të ndiqnin recetën që të kishin dhënë, kishe konsulentet në çdo moment të koka që ti të shkoje, të bëje injeksionet, pse jo, se jo çdo kush e ka mundësinë t'i bëj vetë si unë, por ishin aty për të dhënë suportin e dur edhe i kishe dhomat e infermierisë që ty të prisnin si pacient në çdo moment të mundshëm, në çdo kohë, sipas protokolleve dhe orareve, Orinda e ka tani, Anida e ka më vonë, ishin aty. Kjo është e rëndësishme. Nuk është se thjesht po lë një punë në infirmieri apo të ndihmon ty. Ishte një strukturë e ngritur mrekullisht mirë. Domethënë kush e kupton pjesën e mjekësisë, aty kuptoje që je jo vetëm në derën e dur, por është gjëja më e mirë e mundshme që ti pret, të presin. E drejt. Do me thënë si është ta shpreja, bëj atë që do doje që njerëzit të bënin me ty. Po, e drejt. Dhe atje e gjeje vetën shumë mirë në këtë drejtim. Kur të zbulonit që do ishte vajzë? Sa e bukur kjo. Me thënë të drejtën, ne bëra niptin. Bëra niptin edhe isha gjithë kohës në angth, por unë Orinda kam pasur besimin e tepëruar të vetja që unë do bëj një çumë. Vërtet? Do bëj një çumë, thoja unë, sepse ishte, nuk e di pse më erdhi, por goca ime e madhja, ishim një ditë bukur pranë detit edhe më thot mami, nëse do bësh një ditë një fëmijë dhe do t'jetë çunë, do t'i vendosim me emrin Dajn. Dhe unë u habita, ke parasysh dhe në momentin që ne vazhduam me procedurat, me gjitha thoja unë do i realizohet ëndra gocës, më duke dhe do jetë çunë vërtet. Fillimisht donte një vëlla. Edhe i gjeti dhe emrin. Edhe kështu mendoja, unë vazhdoja blija veshje, do bëj çunin, patjetër. Dhe veshje? Po, kisha bler veshje. Përpara se të bëj niptin? Orinda, unë kam bler veshje dhe ku di unë lodra, pa ngelur shtatzan. Unë e ka manifestuar këtë gjën shumë kohë para. Po, pa ngelur shtatzan dhe goca ime sot vesh gjëra që unë i kam bler pa ideuar si do t'i ishte. Po, vesh gjëra çunash domethënë. Jo, kisha bler dhe unisex, gjëra, lodra, bibirona, kisha vlerë e shifja në këndvështrim të ndryshëm, por gjithsesi brenda vetës janë i thoja do bëj një çunë. U vendos për të bërë një gender reveal, unë nuk është se kisha shumë qef me të thënë drejtën, sepse këto kohë e fundit nuk e di pse po më pëlqen shumë privatësia dhe shijimi i gjërave real. Nuk kam qef të jem e dukur në Instagram për të dukur mirë, apo mjafton që zemra ime është e lumtur dhe nuk më intereson fare, po fare as çfarë mendojnë njerëzit, as çfarë thuhet. Dhe fitoj bashorti, do bëjmë gender reveal, thot. Okej, dhe mu desh, se burat thon do bëjmë gender reveal, po ndërkohë nuk janë aty për ta organizuar. Dhe mu desh që brenda 24 orëve, unë me 24 orëshin tim, në Shtazani kam qenë shumë lart. Dhe për 24 orë unë e organizova gjithçka, ama nuk ishin gjëra pak të gjendshme, jo kameraman, jo fustan, jo eventi, do të thënë gocat që bën zbukurimet. Dhe erdhi momenti, unë prap thoja çun,
Për ta zbuluar gjinin, ja lash gocës që do të bënte edhe aredimin e festës. Dhe ndryshe nga të gjithë të tjerët, ajo e dinte e para. Edhe e falenderoj. Doktorit I thash do t'i qosh mesazh gjinin këtij numrit. Ndërkohë që ajo më thot, më erdhi përgjigja dhe unë isha këtu, do ma thush sa hyra atë ditë, sepse si natyrë meraklie, shkoj tek eventi pak para dhe duke I sistemuar gjëra dhe I them do ma tregosh, po ti prite kaq, ta prite edhe pak. Momenti I parë Orinda për hir të së vërtetës ka qenë pak me dhimbje e them, jo I mirë. Nuk e prita gocë fare, dhe isha këtu, do më thënë, ngriva, edhe I thoja bashortit, ua, do më thënë, në veshën e u përqafuan, pa tjetër, ai momenti, shumë I bukur që goca gëzoj pa fund shumë, dhe unë kam qarë, qaja, sepse nuk e prita, dhe aty fillova të kuptoja me veten time që duhet të pranoj pa tjetër që është një gocë, por unë sa keq I kam bërë kësaj gocës që kam menduar se është një çun. Dhe I thoja bashortit që unë I kam hyrë në gjunaf, si kam menduar unë për çun, shife është gocë. Nejse, ajo natë kaloi ashtu do me thënë, por Orinda për 2 javë rresht, unë vetëm drejtohesha Zotit dhe thoja më fal, nuk po arija as ta pranoja, më shqetësonte shumë fakti që unë kisha hyrë në gjunaf të një krijesë që ishte një vajzë. Kur qielli u bë roz, është ndjesia më e bukur. Vajzat janë, nuk e di. Edhe një motër. Edhe një motër. Por kur kam parë sytë e vajzës në një këndvështrim tjetër, pasi ma ka dhënë bashorti atë sinjalin, shif gocën sa është lumturuar dhe të gjithë njerëzit ishin këtu duke më çuar mesazhe Anida qesh, Anida kërcej, Anida kishte humbur. Anida ishte në krye të tavolinës, por ama s'ishte askund. Isha komplet e hutuar. Pastaj kaloi, iku ajo pjesë. Nuk e di, u lumturova, do bëj anteja me motër. Kanë qenë të muaj të qetë edhe me gocën e dytë, apo? Kanë qenë mrekullisht të mirë. Shumë të mirë. Unë kam shijuar gjithçka, kam udhëtuar Orinda, gjë që me shtatzanin e parë thoshin deri në Durrës nuk kam shkuar sepse thoshin mos ec, mos lëviz, mos bëj. Kam shijuar udhëtime pafund, kam shijuar në qetësi apo në privatësinë time çdo pushim, çdo ushqim. Kam gatuar vetë pafund. Fantastike. Dhe sa javë lindi? Goca e planifikove me C-section, sepse vitet kishin kaluar dhe mund t'ishte edhe natyrale, normalisht. Mjeku ma dha hapësirën që unë mund të lindë edhe naturalisht, por unë nuk e di. Orinda e kam pasur shumë siklet lindje naturale, ndoshta që kur kam qenë fëmijë, dëgjoja histori mamash që lindi apo bëri dhe unë thoja, jo, nuk është e mundur. Edhe kështu ndoshta mendoj që e kam thirrur vetë më duket. E tillë ishte, ka shkuar gjithçka mrekullisht mirë, sa shkoja tek doktori më thoshte je stoike, je shumë mirë. Unë lumturohesha edhe më shumë deri ditën e fundit në punë. Kam shkuar në shtëpi, kam gatuar dhe aty më zon dhimbjet. Ne planifikuam një lindje me C-section për mbas 39 javëve, domethënë. Dhe ishte punë 2-3 ditësh që ne kishim planifikimin, atë mbrëmje ka qenë e premte, më zon dhimbjet. Nuk po dija të kuptoja as dhimbjet nga emocioni që do lind, erdhi moment, ishte I shumë pritur, edhe I them bashortit, hajde të dalim, sepse po më kanë filluar dhimbjet dhe po filloj, po ndjej diçka ndryshe. Ndërkohë kisha mami dhe siç janë këto besytnit, mos të marri vesh nëna, edhe kështu, dhe I them bashortit, dalim për një ecje, dhe kështu ndodhi, ne zbritëm poshtë, ndërkohë valixha ishte gati, por nuk e morëm sepse na kuptonte mami. Ishte diçka, edhe më thot bashorti, ti vërtet do lindësh, të kanë zënë dhimbjet apo pim një kafe? I thash, jo, ça kafe? Shkojmë në maternitet dhe ndërkohë që më komunikuan. Privat apo shtetëror? Unë shkoj në shtet. Gjithmonë jam për shtetin, nuk e di pse, por Orinda, gjatë procedurës së lindjes, unë jam djerë si një princesh. Nuk di të them, ndoshta ishte energjia ime që unë shkova me një pozitivitet, nuk e di ta përshkruaj, dhe vetëm qeshja. Aty jam djerë si një princeshe vërtet. Mjekët ishin, mjeku që rastisi,
ishte i mrekullueshëm. Më ka pritur në një mënyrë, nuk e di, më tha, a ke dëshirë një korrektësi që ne nuk po e shohim dhe në privat, më është keq për ta thënë. A ke dëshirë ta presësh mjekun tënd? Më tha, i thash jo, ne jemi kolegë, jemi gjithë njësoj, pse jo? Dhe ashtu ndodhi. Dikush në sallë më prekte flokët, dikush më bënte foto, dikush më bënte video, nuk e di. Ka shkuar çdo gjë mrekullisht mirë dhe unë jam ngritur në fare pak orë. E ngritur me një herë, pastaj kur dëgjove ti çarën e parë, si ja vure emrin gocës? Goca e mori emrin vet. Sepse erdhi si një diell në jetën tonë, ne vërtet në jetë na ka lindur dielli sërish dhe kemi qenë me pushime dhe i them bashortit, doja vendosim emrin Diell. Edhe thot diell, i thash unë lindi dielli sërish, por ne ka qenë një ditë shumë e bukur verë. Edhe ai e thret diella, duke ecur po bëni disa video, foto të bukura kështu për të ngelur kujtime dhe duke parë diellin edhe tha, diella e ka thirrë me të madhe. Edhe ashtu ngeli, diella. Fantastike. Vajza e madhe si e ka? Antea. Antea. Do me thënë dy gjëra të ndryshme me të madhen, ishte një kuptim me botën e besimit, sepse është me histori nga greqishtja e vjetër, perëndi greke, por dielli e mori emrin vet dhe Orinda më beso është si një diell. Është si një diell. Ne na lindi dielli sërish. Dhe kjo vetëm fal klinikës, që nuk di, jam mirënjohëse dhe falenderuese pafund për punën, për korrektësinë dhe për gjithçka që bën për mua. Si ishte momenti kur vajza e madhe mori në krah vajzën e vogël? Se moshën e ka për ta mbajtur pra. Po, e madhja është tashmë 13 dhe në momentin që e ka marrë në krah ishte gjëja më e bukur e jetës time, aty ishte realizimi i Anidës si femër, sepse misioni më i bukur mendoj në jetë është të bëhesh nën. Aty kuptova se sa e varfër pas kam qenë. E varfër në thonjza sepse gocën e madhe e kisha, por ta lësh fëmijën vetëm, ndoshta është pak dhimbje për nënën, pavarësisht që unë mendoj se Zoti kur i jep dikujt një fëmijë s'ka pasuri më të madhe. E drejtë. Të bëhesh nën, aty e ke kry misionin, pastaj se një herë, se dy herë, se tre herë. Këto janë thjesht çështje dëshirash apo ndoshta ngelen dhe teka. Aq më tepër si unë që doja çun. Por gjithsesi ishte ëndra e realizuar. Megjithatë, unë po e them nga ana vetes time, unë kam motor 12 vjet më të madhe dhe vjen patjetër sepse duket sikur është gap i madh, një hapësirë e madhe moshe që ndoshta nuk do i puqen kurrë interesat me njëra tjetrën, por ne jemi të pandara tani, edhe pse në distancë në shtete, nuk rrim dot pa njëra tjetrën, flasim çdo gjë bashkë, komunikojmë për gjithçka bashkë, dim që gjithmonë do kemi njëra tjetrën. Kemi vllajin pa diskutim shumë që është i mesit, që unë kam prap po të njëjtën diferencë dhe prap kam një lidhje që e di pse blidha këtë punën e vllajt, se e di që ti do të bërçunin mbrapa. Kështu që edhe pse do kesh prap, edhe pse unë kam me vllajin, prap diferencë shumë të madhe, 11 vjet. Prap jemi shumë të lidhur të tre me njëri tjetrin, kështu që këtë ta jap edhe si një frymëzim për ta vazhduar atë dëshirë që ti ke më pas. Më qetësove sepse gjithmonë kam këtë pikpyetje si do jenë, a do kenë këtë në bashkëpunimin me njëra tjetrën, a do ndajnë gjithçka bashkë, pavarësisht Orinda unë jam motra e tretë e dy motrave të tjera, ne jemi 3 motra, nuk kam vlla, dhe ndoshta kjo ka qenë ajo gjëja që mua më bënte ta provoj një herë çfarë është të kesh një djalë apo. Ndoshta edhe kjo ishte, jo absolutisht asnjë gjë. Nuk e kam për gjinin mashkull fare. Thjesht të di atë ndjesin çfarë është. Kjo ishte gjëja. Por që të kesh një motër, ke një thesar, kështu që kjo gjëja më bën mua shumë më të pasur, shumë më të lumtur. Po shefin e ke ta bësh edhe një tjetër, ë? Kaq bukur sa ta bëri Baçeçi, do ta bësh edhe një tjetër te Baçeçi. Tash ti na ke përgju telefonatat apo si është kjo gjëja? Por ishte së vërtetës Orinda, nga natyra, pozitiviteti që më karakterizon, qetësia që kam në shpirt, shpeshherë shoh gocën e vogël, jam duke i dhënë gjë, faleminderit madhit Zot. Dhe i them bashortit, më zgjoa, jam në ëndër, apo çfarë po ndodh me ne? Të betoj me shty dhe i them, më zgjo, çfarë po ndodh?
Dhe nga kjo lumturia e madhe që kam marrë, po mendoj që nuk kam se ndalem. E drejt, jam shumë dakord. Nuk kam se ndalem. Karriera u bë. Gjithçka është okay, pse jo? Nuk ka më bukur se sa një familje e madhe që janë bashkë, janë bashkuar. Nuk ka më bukur, besoj unë. Mendoj që njeriu i ka në dorë vetë të mirat edhe të këqija gjithashtu dhe aktivizon gjithmonë atë që do. Në momentin që ti ke vendosur të bësh një jetë të bukur, të qetë, të lumtur, e ke brenda vetes dhe pse jo atë e realizon. Unë mendoj që nga ëndrat e mëdhaja, ky ka qenë realizimi më i madh i jetës time. Dhe mendoj që do të vazhdoj sërish, pse jo. Do vazhdosh po? Patjetër. Çfarë do ju thoje atyre grave që janë të njëjtën rrugë si ty sot? Kam shumë për të thënë. Ama gjëja e parë dhe kryesore dhe ky që është hiqni tabut. Hiqni tabut. Çdo gjë është realitet i kësaj kohe që ne po jetojmë, sepse për hir të së vërtetës na vjen apo s'na vjen mirë, ne rastet po shtohen. E di. Sa herë shkoj, domethënë, apo kam qenë në hallin e tillë dhe kam shkuar nëpër klinika, kam parë që rastet po shtohen dhe nuk ka zgjidhje. Zgjidhjen e ke me veten. Duhet të kesh shumë guxim, forcë, ta tentosh, jo vetëm që ti do thuar se u bë. Në momentin që ti nuk e ke besimin, mendoj që aty ka shumë vend për pikpyetje dhe ndoshta nuk shkojnë sinjalet aq shumë te Zoti që ty do të vijë ai fëmijë, ndoshta edhe aq shpejt, sepse çelësi i suksesit mendoj që është brenda vetes, ama në momentin që ti nis një procedurë, patjetër ti nënshtrohesh me rigorozitet, me qetësi, me dashuri, pse jo. Dhe të besojnë tek e vërteta që vjen dhe të mos kenë frikë nga realiteti, sepse të ka rënë halli, në thonjë za halli, sepse e gjë e mirë nuk është, sepse ti po sprovohesh. Unë mendoj që njerëzit që i përkasin kësaj lloj sfide janë të sprovuar. Ky është mendimi im edhe nuk e ndryshoj dot. Kanë menduar Zoti që ne i kalojmë, prandaj na e ka dhënë. Dhe mendoj që na e ka dhënë dhe për t'i shërbyer të tjerëve. Atë që po bëjmë ne sot të dyja për të dhënë mesazhe që ti do ja dalësh. Do ja dalësh me besim dhe të përpiqesh vetë, mos të rrish e trishtuar, e mërzitur, kërko. Do ja dalësh, kërko klinikën e duhur, gjeje, ashtu sikur e gjeti Anida. Kështu që mos u mbyll brenda vetes tënde, sepse do ja dalësh me besimin në Zot. IVF dhe shtatzania, gëzim apo frikë? Gëzim, patjetër. E besove menjëherë? Menjëherë, padyshim. Kontroll apo qetësi? Qetësi absolute. Çdo ditë e gjatë apo e bukur? Gjëja më e bukur e jetës, bukuri që s'përshkruhet. Sepse e di pse e them e gjatë apo e bukur, për shkak se të duket aq i gjatë se kur do vi të mbaroj që të dali me sukses për këtë. Jo, vjen shumë shpejt ikën koha, shumë shpejt. E di, 9 muaj kalon aq shpejt. Google apo te mjeku? Te mjeku, fare Google, s'ekziston. Për mua nuk ekziston. Nuk do kishte një recetë nëse njerëzit do vazhdonin gjithë kohës të drejtoheshin te telefoni dhe i bie që profesionalizmi dhe shkolla dhe shkenca është zero. Ndërkohë është e kundërta. E drejtë. Tregoja apo mbaje për vete? Kjo është pak me spes, nuk di të përgjigjem tamam. Për shtatzanin nuk e isha në mendimin. Unë mendoj që nuk duhet të më shumë se sa dukesh. Por që e tregon, nuk mendoj se bën problem. Dhurata është e jotja s'ta merr askush. Askush. Shpresë apo pasiguri? Shpresë, patjetër. Trupit tënd i besoja apo jo? Gjithçka, çdo qelizë imja rihte zemra dhe ushqehej trupi bashkë me shpirtin, vetëm me paqe, lumturi dhe gjithçka pozitive. Fantastike. Një simptom, qetësi apo panik për ty? Kur shifje në një simptom? Orindas një simptom, shumë qetësi. Ma fali besimin klinika që unë isha shumë e qetë. Gjithçka do bëj dhe do vazhdonte. Net të qeta apo me mendime? Netët më të qeta dhe më të bukura nuk i kam përjetuar ndonjëherë. Sa mirë. Jam shtatzan apo shpresoj të jem? Shtatzan pa qenë. Shtatzan pa qenë. Çdo kontroll, gëzim apo stres?
Gëzimi më i madh. Sa herë shkoja nuk e kisha atë panikun, o bo, si do jetë, patjetër, vetëm kujt do i ngjaj. Ky ishte mendimi im, asgjë tjetër. Dhe kujt i ngjau në Ngjau fund? si gjithmonë babit. E lejon veten të ëndërrosh apo jo? Ëndra është gjëja më e bukur. Nëse s'ke ëndra dhe s'ke një projekt për të ardhmen dhe veten, unë mendoj që nuk jeton. Nuk jeton, e vërtet është në fakt. E përjetoje më shumë me zemër apo me frikë? Çdo gjë. Anida si qënje, si trup dhe zemra ime ishte gjithë kohës shumë pozitive. Vetëm zemra rikte zemra. pozitivisht. Momenti më i bukur. Testi apo rajet e zemrës? Pra, le të themi HCG-ja, beta apo rajet e zemrës? Rahjet janë ndjesi që nuk do përshkruhen kur, për një nënë ti e di vetë. Faleminderit që ishe mam, të ndave eksperiencën tënde, jam shumë e lumtur dhe faleminderit për gjithë anën tëndet pozitive që është përfaqe sot. Orinda, unë jam pa fund falenderuse ty, pa fund falenderuse klinikës që mua më ka bërë dhuratën më të bukur, pa tjetër që është Zoti, por Zoti në vendin e duhur dhe mjekësia dhe shkenca në vendin e duhur. I Zoti fal mençuri, dije, le të themi dhunti mjekëve. Të përdoren aty ku duhet, dhe jam njeriu më i lumtur që ndava këtë eksperiencë me ty, uroj që shumë vajza, shumë nëna ndoshta që duan të dyshfishojnë mrekullitë e tyre, apo të refishojnë në jetë, të na ndjekin, të ndjekin ty që bën një emision kaq të bukur. Jam shumë e lumtur për gjithçka që shoh shpesh herë te ty, sepse janë tema që nuk përfillen, janë tema që ndoshta nuk trajtohen dhe është rryma dhe fryma më e bukur, kjo gjëja e bukur që ti bën. Faleminderit shumë e dashur. Edhe unë të falenderoj.